Një vit më parë, në një fabrikë në punë, kryum një njohje me një djalë, punonim në njëjtën punë. Aty filloi një histori që fillum ta njihshim njëri tjetrin pak më shumë se koleg pune. Filluam të flisnim me njëri tjetrin, të shkumbi mesazhe gjëra në fillim, pastaj fillum dhe jemi taku bashkë për te punës, jo në punë. Sa shpesh takoheshit ju? Në punë ishim gjatë gjithë kohës bashkë. Jashtë pune mund të takoheshim njërën në 3 muaj, të zonë ose njërën në 2 muaj, varet se si ne kërkonim sa ishim mirë. Një takim në 2 muaj nuk është maksimumi për një çift që sapo ka nisur një raport sentimental dhe pretendojnë se dua njëri tjetrin, por kjo frekuencë kaq e largët në realitet e ka një shkak. Sepse Blerta 32 vjeçare është e martuar dhe lidhja e saj me Dorin 30 vjeçar bazohet tek fshetësia, besimi tek njëri tjetri dhe kujdesi shumë i madh për të mos u zbuluar nga bashkëshorti i saj. Por pas një viti frekuentim, ky besim thyhet, sepse partneri në këtë marrëdhënie të fshehtë kishte pas marrë një kamër të fshehtë që ka filmuar gjithçka tonën. Fillim nuk e kam ditë, ama kur unë fillova që dosha mu largu prej tij ose dosha me ndërpres si marrëdhënie, aty më ka treguar që ti nuk mund të largohesh sepse unë kam diçka tëndën që mund ta hedhi në rrjetet sociale, mund t'ja çoj bashkëshortit tënd, mund t'ja çoj djalit që e di që ku punon edhe ku e ka shkollën. Këtu historia nuk ka të bëjë me një tradhti bashkëshortore, por me një raport detyrim përcaktim, ku rregullat i vendos ai, poseduesi i videove intime. Çfarë videosh ishin? Në hotelin që ne ishim. Ti e ke parë vetë video? E kam pa vetëm një herë që më ka kërcënuar që t'ja çoj bashkëshortit edhe nuk e kam besuar që i ka, edhe ma ka çuar me një shikim. Ja shifet që unë me të vërtetë kam të pjesë videosh. Por ish partneri i fshet nuk ndalet me kaq, sepse në një moment kur 32 vjeçarja nuk po reagon ndaj kërcënimeve të tij, ai nis të dërgoj sinjale tek familjarët. Ka çu nga një mesazh, përshëndetje, thjesht me pa se si do reagojnë familjarët e mi. Kujt ja ka dërguar? Ja ka dërguar mamit tim, ja ka dërguar djalit edhe burrit. Ata kanë ndryshuar diçka apo? Jo, sepse te mami kam hyrë e kam fshirë unë, sepse nuk është aq e zonjës aty të zonë i paqër. Por cili është shkaku i këtyre presioneve të vazhdueshme të këtij personi, i cili e dinte fare mirë që ajo marrëdhënie nuk mund të zgjasë shumë për shkak të impenjimeve familjare të Blertës? Ka gati 4 muaj që unë kam tentuar të largohem prej tij dhe ai nuk lejon në u largu ose thot mund të largohesh, ama ti din pasojat. Kush janë pasojat? Pasojat janë të videos që do i nxjerrë, komunikimit e njerëzit e mi që të ja çoja aty në. Më ka kërcënuar gjithmonë me këtë pjesë. Kohë të fundit çdo ditë shkruaj, çdo ditë. Kërcënime që shihen edhe në këto tekste që ai dërgon sa herë gruaja tenton ta ndërpresë komunikimin me të. Nëse ti nuk i kthem përgjigje, çfarë ndodh? Aty pastaj fillon ti po flet me dikë, ti patjetër më çon screenshotet që me ko po flet. Nëse i çon screenshotet, shef emër të zonë me të sigurt me pa emër gota ose të familjarit, të ke regjistruar me atë emër, por nuk është ai person, ti po flet me diçka, më çon mesazhe screenshot. Ke frikë me kap me hap telefonin, me kthy përgjigje një familjarit, dhe sa të të shohin linj, thotë ti po shkruaj me dikë, mos më kthe përgjigje. Një kërkesë llogarie në kufitë të çmendurisë është shndërruar shpesh në shantazh ndaj një gruaje të cilën në shtëpi e presin bashkëshorti dhe fëmijët. Ndaj e gjendur pa rrugdalje dhe në kushte të rënduara psikologjike, gruaja ndërmerr një vendim ekstrem. Para 3 muajsh kam tentuar edhe ky bekeq vetes time. Unë mu dukte një pjesë që është shpëtimi për mu. Ura piva ca koke që bjeri imi përdorte për mitë. Kur kam gjuar shumën e djalit në shtëpi, aty thjesht jam ndërgjegjësu që jo gjithçka jam plen. Jo para fëmijëve, jo me vu personin tjetër me bë keq vetes para fëmijëve. Pasi ndalet në këtë çmenduri që për pak i kushtoi jetën, 32 vjeçarja vendos ta ndajë me ne historinë e saj dhe më pas së bashku organizojmë një takim me ish partnerin e fshet me shpresën se do ta bindim të heq dorë nga kërcënimet dhe shantazhet. Bëna të shkollës. Ke kafja? Jo, valla. Se? Shkem atje veshin. Se? Jo, çfarë do bëjmë kafe? Kam pi 3 kafe, shkem rrim. Ha ta pim një bashkë. Ja, pi të kafes, kam bezdif, më fort kafe. Unë është duam të është më bërtas. Po bërti çfarë dush? Me çfarë do thon? Masni. Ha po. A do me të hap telefonin Po patjetër? sabin po. Hajde se unë e ti kena me fol. Po, Kena me fol bashku në ti dorëdor.
Hajde. Rodor, ti e di shumë mirë ç'a duan nga ti. Jo, E din. jo, Mi bjerë. jo, si kam. Ku si ke? I kam telefon tjetër në shtëpi. Si në telefon ti të ke shtëpia? A thash mi bjerë sot? Jo. Pra është Rodor? Se jo. Ti je personi që shumë herë unë nga Afrika kam bërë çmos. Nga Afrika sepse e di që ti do e bësh diçka. Pse s'ke desh? E je shtirë gjithmonë, s'unë e di. Atëherë, mi jep ato sene edhe se kush a kush rrugt vet. Kaq duan. Fshi ato gjona, sa herë ti kam kërku ti fshish ato gjona? Të fshi, bro. Pse s'ke për ti fshi? Për çfarë arsye? Po di, gjë personale ime. Po jo më sa është e imja. Po zgjidhet si dush ti nik. Në këtë pikë kur kërcënimet artikulohen edhe në prezencën tonë, është momenti që të ndërhyjmë për të kuptuar se deri ku do të arrijë kjo çmenduri e 30 vjeçarit. Përshëndetje. Ave me gazetari nga emisioni Piranja. Ta mund ta di kush është arsyeja përse ti e shantazhon? Shantazhoj? Po. Ço shantazhi kam? Nuk e bëra si shantazh. Jo. Për çfarë garë do të takosh Po sot? të diskutu për të fol. Për çfarë? Tha, për të diskutuar këtë pjesë. Se nuk pranove që të ulesh në kafe. Po me sepse të? kuptova që është diçka, mendova se më ka sjellë ndonjë person e gjon për të bërë presion. Po ato bisedat për videot që ti i posedon të saj, Mi ka sjellë me dëshirën e vet ti edhe. ka sjell ajo. Edhe ti ke të drejtën që ta shantazhosh me këto video? Zero, nëse ka një provë që e kam shantazhu. Po, i kemi provat, i kemi parë gjitha bisedat. Ku ti i thuaj që këto video do përfundojnë në duart e bashkëshortit të saj, djalit të saj. Ka 3 muaj që ja kam thënë të më bëj. Në fakt ka 3 muaj që nuk ndalon duke ja thënë sa herë komunikojnë, duke e mbajtur gruan e re në një terror psikologjik të papërshkrueshëm. Tani je penduar, nuk do ja çosh me bashkëshortit. Por nuk ka lidhje, nuk do ja çoj, nuk ja kam çuar ndonjëherë. Këto video unë do ja çoj nënës tënde, bashkëshortit tënd, djalit tënd, nuk është kërcënim. Ishte momentale për diçka që ta thash i gjera diçka në telefon. Po patjetër. Ndoshta për ty është momentale, por për zonjën është një kërcënim që ato video intime ti ja dërgosh familjarëve të saj. Fakti që ti ke këto video dhe nuk pranon ti fshish, por kërkon që ti ja dërgosh bashkëshortit të saj, djalit të saj, është kërcënim, është shantazh. Nëse gjen që unë i kam thonë që hajde bëj diçka me mua, do t'i dërgoj këto video kështu të zerot. Edhe ti kur ja kam përdorur në thonjza video duke thënë që i kam, gjithmonë sa herë gjeja duke fol me tjerë. Ti ke gjetur atë të flas me tjerë. Po, me 2-3. Ti e bë xheloz. Po tjetër se ishte me mua, më thonë të jetë i bota. Por me që ky zotri është kaq xheloz, si ja bën kur partneri i tij sekrete kthehet tek burri dhe natyrshëm kalon pjesën më të madhe të kohës me këtë të fundit, apo aty nuk bëhet xheloz? Patjetër, sepse martesa dihet është ma ka bërë qartë kur ka nis lidhjen me mua. Ku e ke kuptuar që e fliste me të tjerë? Po e kam ditë dhe kam parë faktin në telefonin e saj gjithmonë. Po mirë, ti nuk e ke kuptuar që ishe i tepërt atëherë me qenë se pas ke parë biseda tjera. Përse nuk e marr vendimin të Sepse më largohesh? thonë të s'du, ja, me pa mesazh të fundit infinit, ti me ty unë do të po hike, ti do të kërkoj unë. Ti e do atë? Pse e don, ç'a kuptimi? Ndjen për të, përdesa arrin në këtë raport. Po patjetër, kam dje afrimitet normale se përderisa u bëja xheloz për tjerë për gjë normale. Kjo po që është një marrëdhënie e çuditshme në të cilën pa dijenin e tij është përfshirë edhe bashkëshorti i kësaj gruaje. Viktima më e pafajshme e asaj që po ndodh prej muajsh. Sidoqoftë, halli që kemi është tjetër, prandaj nuk duam të humbim kohë. Ku e ke telefonin? Në xhep e kam. Po pra mund t'i nxjerrësh dhe mund t'i fshish. Po ç'a është kjo tani, ç'a garancie më jep ti mua tani? Çfarë garancie kërkon ti nga ne? Se di, pse po bën? Fakti që ti ke këto video do të thotë që e kërcënon atë. Zahra. Por çfarë i mban videot në telefonin tënd? Po sepse kemi qenë bashkë. Po pra ajo kërkon që ti fshi, është e drejta e saj sepse në ato video është ajo. po. Edhe ajo kërkon që ti fshi, pse nuk i fshin? Thjesht i kam fshi se jemi bashkë, kupton kaq. Ti i ke bërë video pa vetdijen e saj, apo jo? Për një arsye të tillë. Ja ke bërë nga inati. Po. Në fakt më shumë se çështje inati, video duken çështje shefi. Po nejse, të vijojmë bisedën për të kuptuar teknikën e tij të regjistrimit. Ndoshta diçka mësojmë edhe ne në temat e shumta që realizojmë. Me çfarë ke incizuar këtë video? Me një anë të një stereolapsi. Çfarë shtyn një person të marrë një kamerë, të filmoj pa, Ishte mlefi që po bënte atë. Kaq. edhe nëse ti je i lidhur me dikë, nuk mund ta filmosh pa dëshirë dhe ti përdorësh këto materiale, sepse quhet shantazh, quhet kërcënim dhe përbën një vepër penale. Zero kërcënim E ke që ta bëj kryer- këtë gjë sepse kam. Tani është zero kërcënim se nuk do ta pranosh ti, apo të pëlqen të mos ta quash të tillë. E kupton që ajo ka tentuar 2 herë vetvrasje? E di këtë? E di për prapë se kam besuar. sepse Ti nuk e beson që ajo çan ngjitse mbante. Ishte një nxitse e tillë kështu ke dora, pastaj më vonë kam. Mirë, më vonë e ke kuptuar. E ka kuptuar, por sidoqoftë ka vijuar me shantazhet dhe mbajtjen e materialeve për presion ndaj ish partneres. Pret që dikush të vrasi veten për materialet dhe kërcënimet që ti i bën. Jo, dikush do të kërkoj që hiqi, sepse si jemi më bashkë do të largohem nga ti. Nuk e kupton që kjo është një frikë. Po ta kisha arrit ta kuptoj, s'kisha nevojë me arrit unë deri këtu. Jo, ti ke arritur deri këtu për shkak të veprimeve të tua. Po mirë, në këto momente do t'i fshish materialet dhe ta lësh të vazhdoj jetën qetë? Po tjetër. Po, mund t'i fshish në prezencë së saj dhe ajo të vazhdoj jetën e saj me bashkëshortin e saj, me fëmijët e saj. Ja, ku është gjithë biseda që kam çdo video, çdo gjë. Mund të hapësh pak edhe foto, video nëse ke tjera në telefon t'i fshish? I fshiva, edhe do t'i fshi, edhe i kam fshi, edhe do t'i fshi gjitha. Mos më maj
2 fshi dhe 2 si fshi tash, s'kam leverdi ashtu, e kupton? Se është me leverdike Po puna me e leverdi këtyre sepse o videove. mbahen gjitha, o fshihen gjitha. Është për çështje, është paketë. Po paket, ashtu i ka sjell paket për ditë. Edhe çmimi i paketës kush është? Çmimi është Shantazhi? Zero më burrë dhe. Kërcënimi? Po edhe gazetare, po edhe femër. Po, jam gazetare, jam femër dhe nuk arrit dot ta kuptoj se si një mashkull përdor materiale pa dëshirën e një vajze, një gruaje, një nëne. Tashin nëse vazhdoj nga sot i maj, tani po i maj për shantazhim ose për presion, sepse kjo s'është më mu çaj duam më ato. Po, vjen shumë mirë që ti e ke kuptuar gabimin që ke bërë. Uroj ta kesh kuptuar edhe kur të shkosh në shtëpi dhe të fshish gjithë materialet që i ke pa dijenin e saj. 100%, sepse është diçka që është e ndamë dhe është me drejtë, e kupton? Nëse do vazhdosh t'i shkruash më, nëse do vazhdosh të kesh ende materialet saj, ta dish që ajo do t'i drejtohet organeve kompetente për këtë punë. Ore di se funksionon. E di besoj. Po tjetër që e di. Dora jepet kur mbyllet diçka, se s'kam kërcënuar kurrë, nuk kam qenë kurrë person i keq për ty, po e jetën atjell varet si ke menduar zonat, është shumë keq, duhet të ndihesh keq. Them çudit pak. Gjithkush bën gabime, po e rëndësishme është të kuptosh gabimin që ke bërë dhe të mos ta vazhdosh më tej. A ndjesh më i qetë? Po, pavarësisht se ndoshta nuk di përdorë gjatë kësaj kohe, ama do e njoft, s'ka për t'i fshi. A ja vlen e gjitha kjo për një burr? Për më tepër kur nuk është i yti.